të mos sodisin me, të fillojnë të ndërtojnë platformë. Platformën nuk e ndërtojnë njerëz do si do, e ndërtojnë njerëz që kanë dije, kanë përvojë, kanë mundësi që ta bëjnë. Dhe mbi bazën e asaj platforme kalojnë në parlament rezoluta, letë mos e kalojnë parlament, po të marrë një vendim qeverie. Ato institutet e naftës që u hoqën, ja për këto duhet, për mëndin. U hoqën 2 institutet e naftës, që unë jam marrë ca kohë dhe me punën studimore në naftë, një 3 vite. U hoqën institutet, tash këto pyesime, çobanët, ose ata, qeveritarët, se mua s'm pyet pyes njeri, se s'm pyet. Këto pyesime, me këtë e bëjnë, me të huajt, i kemi parë dhe se që janë, se cili është në ngusht në profilin e vetë. Nuk din ata sa din ne për Shqipërinë, absolutisht jo. Edhe një detaj tjetër, një shembull do të tregoj. Kur bëheshin negociatat me Chevronin në Tiranë, erdhi zëvendës presidenti i Chevronit edhe një tjetër bashkë me të një specialist. Kemi bërë 3 ditë, një 4-5 kolegë, në bisedime me ta, ishte koha kur ishin ngjallur interesat për të zgjedhur këto parcelat në det, dhe në fund të 3 ditëve, para se të ndaheshin, zëvendës presidenti tha, kur u futën me avion mbi Shqipëri, tha, kur eshja, tha, shikuam poshtë, dukesh ndryshimi i Shqipërisë, se dukesh qartë, fakt, që futeshe në një vend si gjysmë të shkretë. I them kolegut, këta shqiptarët ta, do ta kemi probleme ta, nuk din do jenë më keq si afrikanët, apo si afrikanët. Pas 3 ditësh ta, unë mora vesh që ne jemi pasjosh. Në kuptimin që atëre që ne thash, nuk dinin se aq kishin mundësi. Por ama, kuptimin ndenje e përgjegjësisë dhe përgatitja për të bërë diçka e mirë për vendin, të mobilizon pasaj që do sakrifikosh më shumë, do mësosh, do dëgjosh, pasaj do thuash e tjera. Zoti Rogaj, çfarë shkatroi këtë vend? Çfarë shkatroi punën tuaj? Çfarë shkatroi sakrificën tuaj? Kush? Në qoftë do me emër, po, për mua të gjithë përgjegjësinë Sali Berisha. Të gjithë përgjegjësinë, sepse me argument. Që në fillim, pavarësisht se thoshte, si shtoshte edhe që publikonte, ndryshe thoshte, ndryshe bëhesh në vend. Unë e kuptova dhe u thash kolegëve që ishin të krahut të djathtë. Unë vetë do të isha i krahut të djathtë, se mua më kanë marrë pronat dhe sot që flasin së bashku, rreth 2 hektarë në radhim, kur të tjerët i kanë dhurat, unë s'kam as 1 metër katror. Por, ai nuk bëri ashtu siç duhesh. Pse s'bëri ashtu siç duhesh? Që tek njerëzit në radhë parë, kur i ka unë nga drejtues ndërmarrja të gjithë personat në përgjithësi, që ishin problematik gjatë kohës që punonim, u bën shefa.
Tash është, base që ke rëndë të them, t'i varësh ujku të mërshit të qafë, po aty vete ja punë. Këtë punë nuk e bëri sistemi, po këtë punë e bën njerëzit. Kanë kthyer në para gjepi 32 sonda të naftës. Janë blerë se cila me nga 5 milion, 6 milion dolar të asaj kohë. Janë shkatruar objekte, që të mund, është si punë luftës në Ukrainë, dëshi që edhe të bësh do të luftë dhe nuk i hiqe do të. Këta i hoqen, i quan në kombinat, për 200 kilën edhe ne thash dhe që parë i lam gjithë sa ishin ngritur në këmbë, u alam të snim, këta bën si deshën me tonë. Ajo hajqka po filloj të marri një rrugë, turma, ikën pas turmës. Ai nuk e mbajti turmën, e lëshoj Azat, që i themi në mshat, po e lëshove Azat, o dhe haj ujku, o do hanë ata ujku. Ata në hëngën, në lanë ne kështu, edhe ne tash bëjmë muhabetës bashku. Mos i burne këto aty në aty. Jo, ishte e bukur. Ishte e bukur deri në trishtim. Trishtim i madh. Trishtim i madh, po unë sepse kam një që vjen nga dëshira ndoshta, ky besimi im naiv që njeriu po dëgjoj, diçka do i ndriçohet, dikush do ndriçohet e diçka do ndodhi. Prandaj unë besoj shumë te fjala, mbase nga që unë fjalën njoh, gazetare jam. Kështu që ju tani në fund të këtij emisioni ne do e mbyllim jo me duke u ankuar, po duke treguar me pak fjalë edhe një herë mundësinë se si ky vend që jeton mbi gazë dhe mbi naftë do ja dali. Qoftë edhe të hapi përsëri rrugën. Gjithmonë kam insistuar. Nuk e hap dot rastësisht mundësinë fare. Por duhet menduar se si hapet. Për mua, gjykimi im, e para e të parave një bërthame, jo si që kanë qenë institutet në përpara, sepse ishin, edhe ata kishin, atë fryrë tyre kishin bufat. Unë i kujtoj numrin e njerëzve, po edhe të puna ime që isha atje të Kavendërma ishin, gati 800 vetë në punë, janë 70 ishin në administrat, me inxinera, me ekonomista, me jurista, po jo të gjithë punonin, kishte edhe nga ata që bënin ma e lapë, si kur i thonë edhe hiq, vetëm tash u fut në kompjuter, e losin letra në kompjuter, por këta të jenë persona ajka e profesionalizmit. Dhe këta duhet të dëtojnë platformën. Platforma të jetë si bibël për zhvillimet e mteshme. Ajo nuk bëhet as me një vit, as me 2, as me 5. Ata për të prishur vajte 20 vjet, 20 sa vjet, edhe si prishin do të gjitha. Ama për të thuar do 5 fishin e kohës, sepse do dhe leku, që është vendimtarja, në qoftë se e ke lekun, po unë të pak të qeveria na e në kohët që s'kemi lek, prandaj së arrisim pensionet, nuk u bëjmë këtë, nuk u bëjmë atë, edhe
është problemi kryesor të leku. E para është ajo që thash, pastaj ndodhe një ndjekje. Kishte lloj variantesh për ndjekje, po në radhë parë duhet përgjegjësia e secilit duhet konkretizuar shumë mirë. Në atë bërtham që sem unë. Dhe kjo bërtham, pastaj, kjo platformë që do ndërtohet, do ketë zbërthimet e saj, se cila për fushën e vetë, një në mënyrë veçantë, se tash i flasim për naftën dhe gazin. Ato rezerva që janë në tokë, dhe që se nxjerrin dot, e vinë nga Kina, e nxjerrin aty tek ne, duhet që ne të edhe ato kontrata, se kur them platformë përfshihen dhe këto gjëra, se nuk bëhen të separuara, bëhet e gjithë dhe parë nga lartë në kompleks, si ku janë problemet, dhe si duhen trajtuar. Pas kësaj, fillojnë zbërthejnë projektet, objekt pas objekti, fush pas fushë, dhe në gjendet një mesme që do shumë kohë, do zgjatë, por është me shpresë të bëhet. Në base do në arri dhe ne syrit në shonë dojnë gjë, se besoj si qka qenë.